Fanelat verdh dhe kaltër i kemi në studio. I kemi 2 trofe që besoj e tregojnë shumicën e storës se për çka i kemi mysafirët e sonte në Radio Dugaxhini. Është në krahun tim të djathtë Sedat Limani, themelues dhe menaxher i ekipit të vajzave dy Korriku. Faleminderit që jemi neve sonte Sedat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Dhe në krahun tim të majt është Erina Mehmeti, kapitenja e dy Korriku të 17. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Kampionët Kosovës, për herë të parë, një rrugtim jo i lehtë, e filluar pikërisht nga ti me një ide që këto vajza një ditë të arrin këtu ku janë. Kjo është vetëm fillimi, besoj. Po, është pikërisht ajo, domethënë ashtu që e kem nis me vajzën tame, me Shikën, pastaj ka ardhur Erina e plot, domethënë pastaj bashkangjitë. Edhe po, domethënë është pas një pune të madhe që është bo këto 3-4 vjet e fundit, domethënë më në fund atje ku unë kom para po, që viti 2024-25 do të jetë me kampion, edhe këto kemi përfunduar. Po, kjo jo e rastësisht. Absolutisht, për shkak se planifikim. Absolutisht, domethënë është bo një planifikim vitin 2021-2022, kur unë kom bo dhe shkollën në UIF, edhe ku marrë me një plan konkret, domethënë te dy Korriku, e kom prezantu domethënë bordit drejtues, edhe kom thonë shiko, ky është plani jam, kështu ku na kena më shkuar këtë farë vije, edhe në vitin e parë, këtu kena më mri, vitin e dytë kena më mri çto, vitin e tretë kena më mri çto. Edhe nuk do të jetë fund, mendoj veç fundi i kësaj, për shkak se ne plani jam i 2020, domethënë që është ajo plani strategjik që kam çuajtur ne 2022-2027 është me mri në UEFA Women's Champions League. Perfekt. Erin, kur ke fillu me futboll, a ke besur realisht që mundesh me mri në kas formë shpejt te trofeu me ekipin e vajzave të dy Korrikut? Jo, nuk e besoj që kishim mund me mri deri këtë sezon kaq shpejt, se na pak më vonë kena fillu, po tu punu edhe kena arrit tu punu për një anë tjetrën, pa lafe, pa kena arrit edhe për që ditë kena punu. Sa është e vështirë? Je tash 13 vjeçare, sa është e vështirë nikosisht me majtë aktivitetin profesional të futbollit, po nikosisht edhe shkollën? Është pak problem, për kur e dën sportin, unë për shembull luj me shpirt dhe me zemër edhe kom dorë futbollin që në fëmijë, edhe besoj që më arrit edhe futbollin, po edhe shkollën që nuk besoj që nuk e luanosh. Cilat kanë qenë emocionet kur jeni shpall kampione? Nuk ka qenë as pak e lehtë? Kur jemi shpall kampione nuk e kom besu njëherë. Kom pas shumë emocione, po kur e pam kupën nuk patë mu që kam me diskutu edhe e meritu. Sa kërkon për kushtim me organizu një ekip femrave dhe me orientu në këto rrugë të suksesit të datë? Nuk është e lehtë, po ne është mjaft shumë e vështirë, po tash po ne pak a shumë kam edhe një mentalitet puna si Erinës, do thënë kjo është super e përkushtuar dhe e don këtë farë pune kuqa shumë edhe do thënë e jep, s'po them 110%, po nështë 200% vetës veç me mrit deri te suksesi. Edhe një farë mënyrë une me këto i nakon një farë që thojmë me një farë linjë, adent të dëtë. Une jo rastisht na kena zgjedhë këtë si kapiten, edhe pse është më thonë këtë mosh një vajzë me pas 13 vjeçare, edhe me udhëheq një ekip të vajzave që janë 16-17, më thonë ti do të jesh diçka shumë veçantë. Veçantë vërtet. Po, anën tjetër më thonë kjo ka vetit veçanta edhe din këtë ekipet e futbollit që kanë marrë pjesë që 3 vjet të fundit. Mu si menaxher, domethënë nuk ka qenë lehtë se është kohën moshat kogja ndryshme. Anën tjetër domethënë ka pas probleme, po flasim për pjesës financave që ti den pa për këtu në Kosovë është pak kogja problem. Jo pak po kogja, sidomos në futbollin e femrave. Po, te futbolli i femrave është bagër probleme dhe më thonë megjithatë vullneti jam, dëshira, pasioni, unë më thonë e bëj këtë punë me pasion, me dëshirë dhe vullnet, dhe kur kini diçka do gjithmonë e gjeni një rrugë për me ardha se po kur të sheti për shkakun tonë këto vajza se vullneti i tyre, domethënë kur vin stërvitje nuk qyrin është shi, është borë, domethënë po s'po flas për pjesën e kohës verës, po unë këtu na kena pas në dy Korrik kur stërvitjet djemt i janë kthy mrapa, si ka qenë borë, po këto s'janë kthy mrapa. Edhe tash kur i sheti më thonë ti lojtarët e tua konkretisht kur i sheti vajzat
që po vinë stërvitjen edhe madje edhe ftoftin më të madh, të mund të shem atëherë thosh okay, a din çka ti duhesh me bëj diçka pak më shumë se sa që ke bëu deri. Kështu që është vështirë, po thash me vullnet edhe me dëshirë, unë për veti nuk kam hezituar asnjë ditë, asnjë moment. Këto e din shumë mirë që unë jam kohën 365 ditë në dispozicion, jam kohën 24 orë në dispozicion për këto. Edhe kjo, domethënë, ka tregon domethënë edhe suksesin tonë. Nëse pyesim tash, cila ka qenë arsyeja që ju ka ofruar parim dy korrikut, edhe cila ka qenë arsyeja që ke zgjedhur me marrë me futbollin e femrave? Çka realisht të ka shkrep në mendje kur e orientu? E para, domethënë, e kam thënë disa herë. Është sferë më e komplikuar, nuk është. Shumë, po vetëm është mjaft shumë e komplikuar. E para, domethënë, është arsyeja thjesht ka qenë vajza jame. Domethënë ajo ka qenë e para që ka hik kësaj pune dhe unë në fillim e kam qenë dy korrekt. Edhe aty domethënë pyetjen e parë që kam bë ka qenë Tina Kallava, domethënë trenerja, dhe kam thonë hey, vajza jame ka shku pesh ti sportit çto dhe ka përfunduar në futboll. Edhe po don futbollin s'po di ku më çu, ka thonë hajde sjellën dy korrekt. A din se unë i kom pa dhe klube tjera janë të mira, po më nëjë që në dy korrekt me gjithë vetën më mirë. Edhe mandej kur kam shku në dy korrekt, kem taku me drejtues të klubit edhe në fakt parim fillim vajza ka shku ka lut me djem. Ashtu që ka luajtur edhe Rina. S'ka pas sektor. Rina ka qenë njëjtë, ashtu të njëjtin sistem edhe tani edhe jetna ashtu çika jam. Edhe mandej kur e kom po tani jetën që aty, unë kom po Irinën edhe çika tjera që kanë luajtur me djem. Më thonë aty në dy korrekt, hey, është e mundshme me bëna diçka në ekip futbollit vajzave. Edhe ta kanë thonë ne më te ke menu këtë punë, po nuk ke mujt me gjithë dikon i cili e ka për një me këtë farë muhabeti. Edhe që shtym përpara. Edhe po shtym përpara. Dhe mëse Tina ka qenë trenerja, ka thonë një prej arsyeve që ne kemi menu me hap të vajzave ka qenë pikërisht Tinën e kemi sjell për këtë punë. Edhe mëse me pa rrugët që shmujna me bu. E kom thonë okay, nëse është atëherë, më thonë unë po nisna me këtë pjesë. Edhe mëse unë kom fillu me sit në letër atë pune. Edhe kur kom vendos me bu, normal, domethënë unë kom fillu mëse më së pari me bu infrastrukturën. Flasim për letra, flasim për trenera, në mënyrë që mëse më thonë edhe fizio, doktora kështu. Edhe mandej që kur të vinë qikat, do të thonë mi pas gjanat, mos me pas me thonë veç pak ta gjeni trener e tani po stërvitemi, no. Unë ideja ka qenë jam pi fillimit mi pas dy trenera, në mënyrë që këto sa që të vinë stërvitje mos më kthim mbrapa. Do të thonë kjo ka qenë parimi jami. Mas në pjesë tjera, më thonë është të shku, më thonë të ecë, të pa faktikisht edhe të i bëu gjanat. Irina, çu ka lind ideja ose dëshira për më marrë me futboll? Prej që kam qenë e vogël, dëshira jam ka qenë veç topi. Edhe kam pas shumë dëshirë, asnjë lotër tjetër nuk e kam preferu përveç topit, edhe kam fillu hapat e parë i kam bën lagje. Më me thonë që shumicën e kohës e kam kalu veç poshtë në lagje. Edhe pastaj babi e vreti që kam dëshirë me vazhdu me futboll, më ka dërgu në dy korrekt. Kom fol me trajnerat, mas pari kom fillu me djem. Me djem kom lujt 4 vjet. 4 vjet me djem? 4 vjet me djem. Pastaj pas djemve kom fillu me vajza që deri tash i kom bu gati 1 vjet. Sa është si duse? Është ma e komplikume? Po. Muj me thonë që po. Po, se dallon shumë. Po. Po është, po më edhe këtë, për me këthy pyetjes më herë, më thonë, a është sfiduese? Po, a don punë? Po. Absolutisht. Është, më thonë, krahasim me djemt, më thonë, kur i ke djemt në aton, te vajzat është pak puna ma se për shkak se unë e kam thonë dy korikët edhe diçka. Nuk e marrë këtu me bë avantura, as nuk e marrë këtu me bë diçka që hajdish me bë shef, e unë e kam marrë me një mision. Për shkak se mentaliteti jam është mentalitet fitus, edhe aty nuk lëshoj pa. Më thonë kështu që ne do të përgatitemi, më thonë që ne dojna me dalë kampion, ashtu thjesht me ta shigu ato çka kanë ta shigu djemt. Më thonë dy korrekt dieta e punë. Po. Edhe unë jo që si më thonë kom dosh me te kalu ata apo ne po, thjesht kom dosh me ta shigu edhe me kallëzu që në dy korrekt nuk kemi rastësisht veç me djem, po e kemi mundë me hapë edhe horizonte tjera. Po, edhe kemi hapë edhe domethënë kjo tregoj domethënë që për kushtimi jam edhe puna, po edhe në diçka tjetër që doshta më shtu është se të vajzat nuk e ki luksin sikur të djemt me, si më thonë, okay, ti s'po do marrë stërvitja, po, pinesit nuk vjen.
Do të thonë po te vajzat është pak më komplikuar. Duhet më shumë menaxhim. Menaxhimi është dy fish se sot të djem, për shkak se natyra vetë të tyre, do të thonë është pak më ndryshe. Edhe po është një sen që është i mirë te vajzat që e kanë janë më kokfort. E dojnë, do të thonë, janë më kokfort në aspekt për dallim me djem. Do të thonë në punën e suksesit. Do të thonë i natin e kanë synim, kur e kanë synimin, do të thonë me vajzat e mrin më shpejt, për shkak se këto e kanë vetë natyra aty në është ashtu që dojnë me mrit atje. Te djem tonë dinë që okay, se nashta e bëjnë herën tjetër. Te këto, do të thonë gjithçysh insistojnë më bëj çajo. Përpos Kosovës, tash sfundmi keni arritur një sukses në arenën ndërkombëtare. Dalje jashtë në Gjermani. Për çfarë lloj turneu bëhet fjalë? Po, do të thonë ne kemi marrë një ftesë prej një turneu që quhet Germany Cup. Ajo organizohet është një prej më të mëdha në Gjermani, ajo organizohet në Kiel, Gjermaninë. Edhe neve na kanë përzgjedhur që shkojmë me vajzat në München. Edhe mandej kemi shkuar atje, domethënë kemi udhëtu në Gjermani, jemi vendosur edhe kemi zhvilluar atje, domethënë po thash është turneu që ka ku kemi qenë ne në München kanë qenë 72 ekipe për 70 shteteve. Qëtash, domethënë 70 ekipe, në 72 ekipe për 70 shteteve. Domethënë po nuk kanë vendosur vetëm aty ku kemi. Po shpërndamen nëpër Gjermani. Domethënë jo, shpërndamim nëpër München. Okay. Në fusha të ndryshme. Kurse na kena marrë. Për me mujt më zhvillu garat njëkohësisht. Po, për me mujt më zhvillu njëkohësisht, na kemi qenë me një fushë vetëm, edhe në dy grupe të vajzave. Na jemi kon grupi A, edhe ka qenë grupi B. Edhe mas ne, domethënë, mas çatuner, do na kemi luajtur me ta. Kemi luajtur 4 ndeshje të shtunën, edhe të gjitha kemi fituar 1-1. Ato ka qenë U17. Dorën zamër unë nuk kam shkuar atje me fitu turneun. Ideja ka qenë edhe dinë Erina shumë mirë që me 3 ndeshje Erin para se me përfundu kampionati apo 2 ndeshje para se me përfundu kampionati, unë i kam thënë vajzave shika, për shkak punës të madhe që keni bë, si vjet do t'ju bëj një dhuratë. Nuk më intereson çka kena me bën në finale, nuk më intereson çka kena bën 2 ndeshje të tashme, thjesht po duam ja bëni një dhuratë edhe kena me shkuar në Gjermani në turnament. Nëse është ashtu Erin. Edhe mas ne kam thënë fare nuk më intereson rezultati, për shkak se unë duhet me çmu punën që keni bëj. Edhe mandej normal fitum kupën, më thënë atje kur shkum, lutem lojën e parë, fitum. Mos ka bësha 3-1, ose çështë diçka ka. Mas një 2 orë, më thënë se turneu nuk është, më thënë 45 plus 45 minuta, është më i shkurt për shkak natyrës të turneut. Po. Si ke. Shkak edhe intensitetit. Edhe mas një lojën e dytë e fitum. Mas një të tretën e kështu me radhë, domethënë atë domethënë që kthim shpe. Edhe në hotel edhe fitum atë. Tani të dielën e kemi luajtur edhe 2 ndeshje të mbetuna. Mira ka qenë si domethënë gjysmë finale. Edhe mas në finale patëm ekip. Domethënë ekipi gjerman dihet, domethënë nuk kem çka më fol, cilësia aty është jashtëzakonshme, ndash në aspektin fizik, ndash në aspektin taktik, ndash teknik, ndash çu dush. Kushtet dihet të bëjnë të vetën aty na jem çta që jem. Po megjithatë po nuk është e pamundur me nuk është e pamundur. Domethënë atje kemi luajtur 11+11, nuk ka qenë 5+1 ose 6+1, ka qenë 11+11. 11 është normal. Domethënë 11 është normal, domethënë ka qenë lojë tamam me refera me gjithçka dhe dorën zamër më kanë habitur dhe vajzat se atë unë kam ditë thjesht i kam thonë edhe trajnerave nuk jem të shku me fitu se është problem se na e dim cilësinë e tyre. Po mandej kur tu zhvilluat ndeshjet e sipër, më thonë e poshtë këto, domethënë kishin kualitetin më shumë se çfarë. All in, edhe poshtë, më thonë nuk është kushte normale, është dashur të ndikojë edhe kampionati, lodhja e ndeshjet. Absolutisht, për shkak se kena pas, sidomos domethënë këto 2 javë të fundit i kena pas finale me U15, domethënë me 17 që kena pas ndeshje matrona, edhe normal domethënë s'kom prit pikë këtyre që me bëni gjatë tillë, po ja që ndodhe. Plus Erina më dok në fare Robokopi edhe të 15 atë edhe të 17. E vërtet, domethënë sa është e vështirë? Shumë valla. Se është intensive, ka shumë lojë. Po. Ja, a kërkon shumë po mendoj për shtatje, pasi bëhet fjalë për 2 gjenerata të ndryshme? Po normal. Edhe tregon pak për këtë garën në Gjermani. Sa është e rëndësishme për futbollistët me dalë jashtë me u sprovu në kësaj turnee? Është një eksperiencë që s'mund është me harru lehtë. Kena shku me një synim që me fitu, po fatkeqësisht unë s'kam mujt me bashku ekipit, për shkak një lëndimi që e kam pas në finalen me U15. Qikat e kanë ndesh fitoren, kam
kanë lujtë bashkë edhe kanë ndesh veç me fitu, që me pas edhe një kup tjetër në shtëpinë e dy korikut, me punën e tyne e kanë dashur shumë futbollin edhe ja kanë arritur qëllimin me u bë kampion edhe në Gjermani, pse jo? Plus e mirë që jemi në një vend tjetër ku për cilët futbolli je para në shumë ekipeve, e tregon vendin brenda vjen. Po. Perfekt. Mira e kësaj se ndoshta ishte më shtu te këto që vetë Terina, më thon më herë, më thon kjo pse që atë lëndim edhe megjithëse kjo ka qenë me neve, se është kapiteni jon edhe më thon na kena pas me vete pavarësisht domethënë që më thon ka pas lëndimin. Edhe thjesht ideja ka qenë me shiju komplet, më thon edhe atmosferën edhe me shoshnu, më thon për shkak se në këto turnete e ki mundësinë me të po trenerat, e ki mundësinë me të po ekipet, e ki mundësinë me bë shoqe. Domethënë në Gjermani për shembull i kom po këto të shoshnu me disa ekipe, vajzave të ekipeve të tjera, kanë vallëzu, kanë kënu bashk, kanë shoshnu, kanë dalë edhe më thonë që kjo ka shumë dashme edhe në aspektin social. Po, në aspektin social, domethënë qëllimi jam ka qenë aspekti social në bukfali është. Po, mas ne dolëm domethënë të rezultatet megjithëse ne nuk është hera poshtë. Pas kanë lënë si situatë, apo, okay, faleminderit. Yeah, let's do it. Po, atë po bojna. Edhe po nuk është hera poshtë që ne po shkojmë në turner, domethënë na kemi qenë në Kroaci para 2 viteve. Na u ka bë pak si lloj tradite kjo punë. Edhe domethënë edhe atje kemi treguar suksesin ton. Na para 2 viteve në Kroaci kemi qenë rinë me domethënë kemi mëson ne kemi kon finale. Në mesin e nuk e di 52 ekipeve në kohë, domethënë ajo tu zvoglu dhe kemi ardhur në finale, kemi luajtur me një ekip austriak. Nuk është e rastishme kur gjë. Nëse këshyr domethënë mirë, domethënë nëse analizon, domethënë U15 që na vitin e kaluar kemi qenë në finale me U15, si vjet prap kemi qenë ashtu. Domethënë jemi me U17, domethënë e kemi fituar kupën, vjetim i kon deri domethënë play-off. Domethënë diçka domethënë është bo, është domethënë ka rezultate konkrete, nëse flasim për sukses. Planet e juja nuk janë me vetëm me grup mushat, nëse e kuptova. Po, është vërtet, domethënë po përgatitni edhe ekipin për Super League. Po, domethënë primare për neve si dy korrekt, po ne për mua si menaxheri edhe u them si i vajzave, është që ne ta bëjmë zinxhirin ton. Zinxhirin po flasim pe U13-ave e deri nalt. Domethënë mos harrojmë që dy koriku në ka dhe vajzat që ka qenë si puna e rinës, domethënë edhe 7 vjet kemi, edhe 8 vjet, 9 vjet që stërvitin me djem. Pastaj si ti bojnë 12, më thon automatikisht bashkohen me juve. Bashkohen me ekipin e vajzave, që kemi edhe trenerin që punon enkas, domethënë me ato vajza. Tani është zinxhiri 15-qet edhe 17-qet, si vjet domethënë ashtu planit që kanë qenë, që ne të futemi edhe në ligë të parë. Domethënë si vjet do të jemi edhe zyrtarisht domethënë pjesë e ligës së parë. E mira këtë kësaj pune është që ne brumin tonë kemi, domethënë po flasim për 11 lojtare. Nuk keni nevojë për shumë ndërhyrje. Nuk kemi nevojë shumë për ndërhyrje, kështu që domethënë kemi boshtin tonë, është cilësia pak a shumë domethënë është kjo që kemi të kampioneve. Anën tjetër unë. Erina merr pjesë? Apo jo, shkakoj moshës? Këtë nuk e dim, domethënë ta shohim rregulloren e federatës që ka me nxjerr pak më vonë, edhe nëse domethënë ata vendosin që 2019 të jenë pjesë e ligës së parë, atë normal që kjo do të jetë aty. Po nëse jo, atëherë mbetet edhe si vjet. Fantastike, produkt nga U15 te U17 te senior. E vërtet, domethënë për këtë, po edhe për neve normal është, për neve është privilegj me pas çika një erin si çush është kjo, pavarësisht që është para neve këtu. Anën tjetër, domethënë kjo varet pi federatës se çush janë analizon gjanat edhe çfarë rregullore vendos. Po shpresoj që ndoshta punë e bëjnë një përjashtim, po do të shohim. Për shkak se vitin e kaluar ne kemi shkuar edhe kemi përcjell ligën e parë. Kemi përcjell prafërsisht domethënë dikon 20 ndeshje të ekipeve të ndryshme, edhe ku po që në atë ligë ka pas moshat, domethënë më të vogla, për shkak domethënë ekipeve që kanë marrë pjesë vjet, 24-25 vitet të futbollit, ka pas vajzat që kanë qenë moshës 3. Tani kjo pjesë është mbetjet e federatës me i vendosë rregulloren me çfarë më përcaktu se çka qysh. Erin për ty, cilat janë planet, tash besoj në sezonin tjetër, nëse nuk bëhet me senior, ti vazhdon me U17. Po, besoj që vazhdoj, domethënë me dy korrek, për planin për Super League apo për ligë të parë, nëse më japet mundësia, pse jo, kemë vazhdu me punu apet, po nëse jo, atëherë kemë vazhdu me grupin U17.
Unë ju falenderoj shumë sonte që ishit me neve. Faleminderit edhe Po besoj prekom shumicën e temave. Absolutisht, po. Me rëndësi nuk lam diçka anash. Jo. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë me qenë këtu në Radio Dugazhin. Faleminderit edhe ty. Derën e keni hapur normalisht për çdo sukses, për çdo send. Këtu e keni derën hapur. Për ftesën edhe për një farë, kjo është edhe promovim i futbollit femrave dhe vajzave. Absolutisht. Unë shpresoj që, domethënë, kemi pas një kampionat bukur të gjatë, kemi pas një kampionat bukur të mirë. Edhe niveli U17 në Kosovë është mjaft i mirë. Për këtë do të më falenderoj edhe federatës që, më thonë, ka vazhdu me punu. Ka gjana, ka hapësirë për me përmirësim. Absolutisht. Aty nuk ka dyshim, domethënë për shkak se jo vetëm te na, po edhe në liga tjera. Po shpresoj që si vjet ka me pas një ndryshim me gjas sipas disa informatave për të mirë. Edhe po shpresoj që, më thonë, që federata do të vazhdon me investu sa më shumë në këto vajza për shkak se ja vlen. Nuk po flasim vetëm për Prishtinë, po flasim edhe regione tjera, se me të vërtet ka kapacitete, ka talente shumë në për regione, edhe do të unë e kisha bo dhe ftesë federatës edhe presidenti Agim Ademi që më thonë le të menon pak, më thonë edhe më shumë mirë është të punu, po unë po besoj që mundet edhe më mirë, edhe po shpresoj që edhe UEFA për shkak se UEFA e ka dyfishu buxhetin në si vjet për futbollin e femrave, sidomos për vajza, edhe po shpresoj që domethënë do të reflektojnë edhe federata jonë. Faleminderit shumë këtë Faleminderit. ftesë për cilën normalisht edhe nga Faleminderit Studio shumë. Radio Dugazhini. Faleminderit dyve. Faleminderit.